Ata që din nuk flasin. Ata që flasin nuk din. Bllokoj shqisat e tua ndonjëherë. Mpije mbretësinë tënde. Zgjidhi nyjet e tua. Zbutë vështrimin tënd. Qetëso pluhurin tënd. Ky është identiteti yt parësor. Je si Tao. Nuk mund t'i afrohesh apo t'i të riqash ti. Nuk mund të përfitosh apo të dëmtosh. Nuk mund të nderohesh apo të turpërohesh. Ai e dorëzon veten vazhdimisht. Kjo është arsyeja pse ai vazhdon. Mirëmbrëma, mirë se po qëndroni me Alfabeti një mjeshtre. Ata të cilët qëndruan në këtë mesazh të parë, në këtë hyrje të parë, do kisha nevojë për inteligjencën e tyre, për ndjesinë e tyre, për të kuptuar se ku do të shkojmë sot. Nëse do ta përcjellja, etiketoja thjesht si master i meditimit, i filozofisë apo i të jetuarit Tao, për mua do të ishte pak, do të ishte shumë vogëlsi në atë çka ndjej realisht. Por kam përshtypjen se edhe dëgjuesi ja do butësinë, ja do inteligjencën, ja do argumentin. Prandaj e risjell edhe një herë midis tuaj, dashur dëgjues i Radio Tiranës, është Amadea Stefa. Është edhe mjeke integratore, jam sakt? Kështu që unë besoj do ta gjeni veten në këshillat dhe në gjithçka që Amadea me shumë nota hynore do t'ju përcjelli pak nga pak për gjatë minutave. Mirë se erdhe dhe njëherë, jam shumë e nderuar që të kam këtu, Amadea. Mirë se u gjeta nga zemra. Amadea, kam një mori pyetjash, por fillimisht ajo e cila më ka ankthyuar ditët e fundit, dua ta ndaj, dua të marr ndihmën tënde, dua të paqtohem nga mënyra jote e argumentit. Nëse e bëj si pyetje standarde, bota do vazhdoj të mbijetoj? Po. Jemi ndoshta në një prag kufiri, është një luftë midis dritës dhe errësirës, a do shkoj bota drejt një lufte të tretë botërore? Si e mendon? Çfarë ndjesie dhe përtej kësaj? Unë mendoj që bota do të shkojë më shumë se sa një luftë të tretë botërore. Dhe në çdo shkrim të shenjtë flitet në çfarë do lloj besimi që diçka do të vinë në këtë moment, në këto vite. Dhe këtë vit është viti i kalit nga ana asiatike. Dhe kali zjarrt. Që do të thotë çdo gjë do të ndizet, do të djegët, çfarë nuk është e mirë, çfarë nuk bën më pjesë e dritës. Kuptohet, luftra është një pjesë e pastrimit që toka mëm është duke dhënë njerëzimit që zgjojuni o njerëzim, sepse ne nuk e japim respekt dhe dashuri tokës mëm. Nuk e ndihmojmë, për kundrazi, njerëzimi ka kaluar në një ego, në një atë mbi fuqinë, se cili don fuqi për vetvete, pare, dhe harron natyrën, lidhjen me natyrën, lidhjen me zemrën, me shpirtin. Madje po luftën nuk e bën populli, nuk e bën njerëzit, e bën paria, pra le të themi ata të cilët dirigjojnë, ata që janë në krye të gjeopolitikës. Si duhet ta përkthejmë? Pra, kush duhet të zgjohet? Duhet të zgjohen ata të cilët japin komandat, janë ata të cilët kanë interesat për pushtet, mund të jetë edhe luftë fetare, mund të jetë luftë ekonomike, ka shumë arsye të cilat nuk dua të diskutoj këtu, po e kam në rang shpirtëror, pra. A mund vi një pikë që edhe ata të cilët janë mbi krye tan mund paqtohen, qetësohen, më shko pak në hurdhin e duhur. I kërër tamam pikës. Ato do të vinë, do të turohen. Edhe ajka, i themon, dhe ato VIP, dhe ato të më të mëdhenjt, politikanët dhe çdo gjë. Në të ardhmen duhet hapin zemrën dhe syt. Sepse toka nuk është ajo vetëm popullit jap të gjithëve. Edhe ato janë pjesë e popullit. Populli ndoshta mund ta ketë më të vështirë, sepse shumë prej tyre nuk ja kanë idenë se çfarë do të ndodhin. Politikanët ja kanë idenë të gjithë. Kanë bërë rezervat e tyre. I thëmë kanë bërë bunker të tyre, mbushur me ushqime, me çdo gjë. E dinë se nëse ndodh diçka, ato do të ikun nga shtëpia e tyre. Kush e han populli. Po pikërisht, prandaj them në këtë mes populli digjet, pra populli është viktima. Por populli ka një gjë shumë më të veçantë, sepse populli është më i pastër, më i sinqert, më në zemër. Domethënë populli duhet në ato momente çfarëdo që të vinë të ardhmen, nuk ka lidhje vetëm me luftë, mund të vinë viruse, mund të vinë lloj-lloj gjërash, tërmete. Toka domethënë pastrohet në lloj-lloj mënyrash të ndryshme, që quhen dyert e pastrimit. Në çdo derë që hapet, për shembull për disa mund të jetë ana psiqike, depresioni, paniku. Për disa mund të jetë tema vetvrasjes në të ardhmen, shumë e fortë, shumë e fuqishme, që ato nuk do të kuptojnë çfarë është vetvetja e tyre në atë moment. Domethënë çdo derë që hapet nga toka më për të pastruar,
janë ato portalet, i thojmë ne, hyjnore, ndihmon që toka jon të lëshojnë çdo gjë që nuk duhet, çdo informacion negativ, energji negative, që të kthehet në dritë, në dashuri. Dhe njerëzimi, populli, që e kupton këtë gjë dhe rrin në dashuri me vetveten, ecë përpara. Është shumë interesant. Domethënë, do të jetë si një, nuk e di si më ta shpjegu, një ardhme ku njerëzit që do të rrinë në tokën mam, do ta mbajnë këtë planet me dashuri. Dhe të tjerët, ndaqin qofshin politikanë, ndaqin qofshin çfarë do personash, qose ato nuk janë në zemër dhe në dashuri me njerëzimin, me natyrën, me tokën mam, do të kalojnë sfida ndoshta gjigante. Pra edhe nëse kanë ato bunkerët të cilët pretendohen të jenë të padepërtueshëm edhe nga bombat atomike, sërish nëse nuk kanë zemrën e pastër, nuk i mjafton. Nuk mjafton që të sepse hanë nga psiqika. Psikologjia e çdo personi është njësoj. Domethënë nëse një person nuk është i përgatitur vetëm me ushqim dhe me parë, nuk është përgatitje 100%. Përgatitja më e mirë është në zemër dhe në shpirtin tonë që të rrim qetë. Çfarëdo që të ndodhë në të ardhmen. Erën e fundit, me sa mbaj mend kur diskutuam, thamë që shqiptarët kanë një rol, pse jo, edhe të rëndësishëm në pjesën e Ballkanit, në lidhje me karmat, në lidhje me mënyrën e lëshimit të kaluarës, të frikës. Pra, jemi popull me pesh, besoj. Si duhet ne ta menaxhojmë, ta rimenaxhojmë situatën? Çfarë masash duhet marrim individualisht apo edhe si komunitet, ndoshta me grupime të caktuara? Pra një tjetër farë vëjdisimi për çka po kalojmë. Së pari, të qëndrojmë në dashuri, në respekt ndaj njëri tjetrit. Çfarë do lloj besimi që të ketë një person, krishter, musliman, ortodoks, nuk ka rëndësi se çfarë ose bektashit. Një person që është i mirë është në zemër. Çado që të ndodhin atje jashtë. Së dyti, mos paragjykojmë njëri tjetrin, nëse vinë ndarjet sipas besimeve në të ardhmen. Që do të fillojmë të gjuajmë njëri tjetrin. Këto janë të krishterë, këto janë musliman. Kjo nuk është e drejtë. Që është duke ndodhur në tokën mand do të ndodhin shumë më thellë në të ardhmen. Por themi ardhme afërt, ardhme se ardhme shumë apo afërt. e ardhme Jo, e ardhmja është e afërt. Domethënë është ky vit dhe viti që do të vinë. Janë 2 vitet është më tashmja kyçe. gati, është e tashmja. Pothuajse tanishmja. Jemi imun në mes të atij procesi. Kështu që njeriu që është i mirë duhet të reflektojnë shumë mirë dhe mos të shkojnë me masën. Për çfarë do lloj gjëje thashë do të vinë në të ardhmen. Dhe së dyti, duhet të kuptojmë që meditimi ose sjellja tek vetvetja është gjëja më e rëndësishme në këtë periudhë, sepse ne kemi harruar lidhje me vetveten. Shumë veta shkojmë, edhe unë kam shkuar diku në kishë dhe në xhami, sepse e kam pasion, e kam pas me të vërtet me dashuri, se për mua janë timpujt e Zotit. Dhe nuk shkoj për të tjerët, por shkoj për vetveten, për gjetë qetësinë time. Dhe atëherë kur shkoja kam kuptuar, domethënë, që njerëzit shkojnë të lënë, i them unë, ndoshta dhomin. Por kthehen në shtëpi dhe bëjnë të njëjtat gabime. Dhe kjo nuk është e drejtë. Domethënë njerëzimit nuk duhet të përsërisin të njëjta gjëra, sepse atëherë nuk dalim nga kjo rrota, i them unë, e karmës. Nga rrota e kujtimeve negative, e lëndimeve, ne duhet të falim. Të falim njëri tjetrin dhe të ecim përpara me qetësi dhe të lidhen nëpërmjet meditimit ose një muzike të qetë çdo ditë në shtëpi. Sepse qetësia na sjell që të shikojmë zemrën dhe shpirtin ton, dhe jo stresi, dhe jo se çfarë doin komshia, dhe jo se çfarë doin të tjerët. Gjithmonë shikimi së pari në vetvete, në paqen e zemrës, dhe pastaj është interesant, të gjithë hapësira rreth rrotull një personi ka mundësi të ndryshojnë komplet, sepse ne jemi ato që shpërndajmë nëpërmjet dashurisë tonë, qetësisë tonë, një mesazh pozitiv vendit tonë. Dhe Shqipëria ka këtu një rol shumë të rëndësishëm për të ardhmen, ndoshta jo vetëm në Ballkan, ndoshta edhe më shumë. Po pse? Është një popull i zgjedhur, ne i thojmë është një popull që vjen me një origjinë që quhen ato 7 gjuhë të botës ose 7 vendet e huaja, botat paralele që vijnë nga yje të tjera. Domethënë një popull që kemi një gjak interesant, një ADN interesante. Pavarësisht se të tjerët nuk e dinë këtë gjë, sepse shumica e njerëzve kanë mbetur në atë ignorancën e kulturës ndoshta më të lashtë nga Atlantis, kontinenti i humbur ose Lemurian, kontinenti dhe ai që është, ato shumica nuk janë të gjithë të humbur apo ekzistojnë në një botë paralele që njerëzimi nuk e shikon.
sepse ka që kemi vetin ose veçurin të shikojmë gjërat, të shikojmë vetëm gjëran e materjes, nuk e shikojmë energjinë, nuk e shikojmë botën e përtejshme. Por këto bota ekzistojnë paralelisht. Dhe një nga racat e këtyre jemi ne. Dhe kuptohet në kohën para, ndoshta thojmë pellazgëve ose të ilirëve të lashtë, kemi qenë pothuajse në të gjithë Ballkanin me këtë popull. Dhe ka qenë një mision shumë i rëndësishëm për këtë popull që të ndajmë dashurinë atyre yjeve që quhet Lyrians. Dhe kuptohet, me kalimin e viteve kemi bërë gabime si popull. Po pesha e vendit tonë ndihet besoj edhe në arenën botërore, ja din si thua këtë lloj rëndësie dhe këtë lloj prapavije origjine që ka populli ynë, pra për ta konsideruar si popull të lakmuar, popull të cilën duhet edhe ta posedojmë, pse jo, për të gjitha benefitet arkeologjike, burimet e tij natyrore etj me radhë. I njihet vendi tonë? Akoma ndoshta jo ashtu siç e kemi normalisht për ta merituar si popull, por kanë filluar shumë shkencatar anglez dhe gjerman, bile dhe francez, që kanë filluar të shikojnë që Shqipëria ka diçka të veçantë, se shikojnë që është një gjuhë me të vërtet unike në botë, që nuk ka lidhje me as dhe një gjuhë tjetër, sidomos e veriut që quhet gegnishtja. Dhe lidhet kuptohet me Malin e Zi, me Kosovën, me Maqedoninë, dhe me një pjesë të Epirit, domethënë të veriut të Greqisë, gjithashtu dhe me Italinë, sepse ka shqiptar. Me të vërtetë nuk është thjesht që thonë arbëresh, po thonë që shqiptarët ilirët kanë qenë në pjesën e jugut të Italisë. Dhe janë bërë mix me latinët. Domethënë ka lloj mënyrash të historisë. Se si e shpjegojnë se cili vend don atë vetveten e vet, slavët dojnë vetveten e vet. Por një gjë që më ka bërë shumë çudi, kush do të shkojnë tek piramidat e Bosnjës dhe të shkojnë në tunelet e poshtme, do të shikojnë 4 gjuhë, dhe një ndër gjuhët e tyra që është gjuha e tretë, është gjuha ilire, dhe është e shkruar shqip, A e mirë. Shumë e bukur. Aty e kam bërë bele dhe foto të thosha wow, dhe më thënë, dallohen gjurmët që kanë lënë gjuha jonë dhe ilirët kudo, por ato nuk e pranojnë. Emri i malë mirë, ka ndonjë lidhje? Edhe ajo. Se më tingëlloj bukur. Njerëzit duhet të vëdësohen, pra të kthjellohen, të kthehen tek vetja. Mendon që një këshill e mirë do ishte që mos t'jenë grykëmbëdhenj, të largohen drejt të mirave materiale, mos t'i kenë obsesion të tyre vetëm të dukurin, të mbathurin, të shijuarin, të gjërave të jashtme. Pra ta kthejnë veten për aq kohë, ndoshta edhe po tjetë e fundit, sepse ne jetë e motë kemi lexuar në librat e shenjtë që do jenë ditët e fundit, është menduar shumë larg, ndërsa kur të vjen tek pragu Amedea të jep edhe një farë ankthi dhe frike pas sigurisë, aq më tepër kur je edhe prind, pastaj kjo e gjitha kjo shumë fishohet. Njeriu jetën e do sido që tjetër duhet jetuar në këtë raport të peshore ku është e mira dhe shpirtërorja, qoftë edhe me kast, a duhet ndonjëherë për një kohë, a është mirë që sikur të shkuputemi pra nga shumë elemente të cilat na japin kënaqësi të jashtme. Ajo do të ishte gjëja më kryesore, sidomos nga ana sipërfaqësore, sepse ne shqiptarët e kemi shumë të theksuar, e duam bukurinë, e duam të jashtmen, por harrojmë që bukuria vjen nga brenda dhe jo nga jashtë. Nuk them gjë të lyhen goca sepse dhe unë lyhem. Shumë e bukur, realisht, domethënë në të tërën tuaj, në të gjithë qenien tuaj përcillet, reflektohet bukuria për sigurisht kjo. Sepse bukuria e femrës është diçka shumë e veçantë, domethënë secila femër, po dhe meshkujt, po sidomos femra, reprezenton bukurinë e tokës mam, sepse është yin, është energjia yin femrore. Prandaj femrat kanë qejf të zbukurohen, kanë qejf të jeni çik më të paraqitshme, por jo ta egzagjerojmë për të tjerët. Dhe më thënë, kur unë zgjohem në mëngjes, nuk kam nevojë të bëj tualet, po thjesht vetvetja jote, thjesht ashtu me dashurinë tënde. Dhe një partner që të don fort, të don ashtu si je. Nuk të pëlqen pak të vesh një kuq shpejt, për shembull që të marrësh edhe një dozë roz. Kuptohet, ajo kur shkon punë njeriu ja bën, por a mund bëhet edhe në makinë? Sepse është gjë kollajt, por jo disa goca që rrin pothuajse gjysore para pasqyre për të dalë nga shtëpia. Ajo është egzagjerimi, domethënë. Domethënë që nuk kemi nevojë të aprishim vetveten për të tjerët, sepse çdo egzagjerim fundja fundit na largon nga vetvetja jonë. Dhe çfarë ndodh është që ne jetojmë për të tjerët, nuk jetojmë për vetvete. Dhe është bota materiale. Sepse shikoj që shumë femra për shembull bëjnë botox. Unë nuk jam se jam kundër, por nuk jam as pro. Domethënë njeriu duhet të gjejnë masën, të gjejnë atë, dikush e ka të nevojshme sepse mund të kenë ndodhur diçka në fytyrë.
po dikush që nuk e ka absolutisht nevojshme, është 20 vjeçë, vajza e re, tham, wow, je në kulmin e rinisë, në kulmin e bukurisë, po çfarë ke nevojë ti të ndryshosh? Është sigurisht, është mosha që nuk ja din vlerën në bukurisë, naturalitetit. Ajo është kërkimi nga jashtë. Personat kërkojnë nga jashtë, në vend që të kërkojnë brenda. Dhe në momentin që ne meditojmë, është shumë interesant, ti futesh brenda vetvetes dhe don çdo qelisë tëndën ashtu siç është, hundën tënde, veshët, sido që t'jenë. A vjen kjo në një moshë më të maturuar, ndoshta, me kalimin e kohës? Okej. Un kam vajza që janë 18 vjeçë nganjëherë, janë shumë të reja, bile dhe fëmijë. Ato janë më të pjekura nganjëherë se këto 18. I them, wow, sepse janë më të hapura, janë më të sinqerta, janë më në atë botën e tyre që duhet i kapim sa më shpejt rinin. Dhe rinia ka një potencial gjigant, por nga që është gjithë shoqëria duke shkuar në një drejtim ndoshta jo të mirë, shumë material, si theve ti përpara, atëherë dhe ato të shkretët ndjekun njëra tjetrën. Dhe gjëja më e bukur është që të fillojmë shkollat, të japim sim fëmijëve, t'i thojmë okay, ti je kështu ashtu siç je, duaj vetvete, respekto vetveten tënde dhe zhvillo inteligjencën dhe dashurinë e brendshme. Këto janë dy gjërat më kryesore për rinin. Po, dua ta cek këto momente, para edhe si mjeke, kështu që mendon që botoksi në këtë aspekt mund të ketë edhe efekte jo të mira për muskujt e trupit, për nervat, për organizmin, pra më rëndësi që mos të futem në një fushë ndoshta ku nuk jam kompetente, po ta them në mënyrë të përgjithshme. Dhe tjetra, mendon që kjo bukuria apo ky ndryshimi në egzagjerimi i tipareve, ai ka ruajtur këto vajza për të mbajtur të fortë marrëdhënien. Nëse një partner mua më don sepse un kam buzë të frymë, atëherë nuk është partneri i parë i duhur. Them faleminderit që ku ke derën del jashtë. Së dyti, çdo femër ka bukurinë e vet. Un thash mund të rregullon një çik me tualet, por nuk ka nevojë të frynë të bën gjërat ekstreme. Dhe së treti, ne ndryshojmë fizionominë e fytyrës, që nuk është absolutisht e mirë, sepse ndryshon të ardhmen. Këtë nuk e din këtë sekret nga ana e energjisë. Për shembull, e keni vënë re që hunda shkap dikur ka qenë për shembull tek Da Vinci, në çdo pikturë, në çdo skulpturë që janë bërë në Romën e lashtë dhe në Greqi, e kanë hundën dhe thyer, sepse kështu kanë qenë njerëzit, domethënë nga raca. Dhe tregon që është trimëri. Njerëzit e heqin. Në momentin që ti e heq trimërinë tënde, atë guximin tënd, dhe shkon në frikë, në ankth, sepse don që shoqëria të duan ashtu me çik hundë më të drejtë, i them unë. Po prit një herë, sepse ty të ka dhënë shpirti Zoti, i them unë, atë hund. Pse duhet ta transformosh, ta ndryshosh për tjerët? Ne që dim që hunda e thonë është karakteri i njeriu, pra përcakton atë çka jep. Prandaj edhe syri, ndonë edhe syri ka formën e vet. Jo të gjithë i kanë syt njësoj. Ngjyra, çdo gjë. Kështu që çdo gjë duhet që të jetë në balancë me vetveten tënde. Ne jemi krijuar që foshnje me këtë bukuri, sepse kemi këtë detyrë. Për shembull kur marr Nën Terezën ose shenjtërt, më thënë personat që kanë bërë me të vërtet punë të mirë në tokën mam, edhe pavarësisht se njerëzit flasin negativisht gjithmonë mrapa për njerëzit e mirë, sepse kështu është njerëzimi, nuk mund të rrim pa i gjetë ndonjë gjë personave. Dhe keqkuptimet janë shumë të rrezikshme, e kam fjalën për njerëzimin. Çfarë ndodh që këto persona kanë qenë të thjeshtë. Ashtu siç kanë qenë. Nuk i kam pa ndonjëherë Nën Terezën që mund të ketë qenë ndoshta në një femër shumë e bukur, sepse ajo ka pas detyrën e saj me atë bukuri. Me atë paraqitje. Dhe me atë do të ndihmonte popullin, sikur të kishte pas paraqitje tjetër, nuk do të ishte lejuar. Ta them për një arsye, sepse unë kur kam bërë kërkesën të shkoj në Indi, në një moshë 13 vjeçare, për të bërë murgesh, për të ndihmuar komplet misionin Nën Terezës, nuk më kanë pranuar. Pse? Më kanë thënë se je shumë e gjatë, kam qenë 1.75 e gjatë, dhe im thoshin je shumë e bukur për murgesh. Dhe nuk është e mundshme të ndihmosh tjerët. Dhe më thonë, wow, thosha, si është shumë interesante. Se nuk do merreshe seriozisht si subjekt, apo do ishte fokusi tek bukuria jote? Nuk e di sepse e konceptonin ato, por në mënyrë absolute do ishin dy kriteret e para. Sa më kanë parë, më kanë thënë jo. Pa folur absolutisht asnjë fjalë, asnjë intervistë. Dhe ishte shumë interesant sepse unë kisha shumë pasion të ndihmoja vendet e varfra si India dhe Afrikën, por ishte diçka ndoshta e shkruar dhe jam shumë mirënjohëse që nuk kam qenë atje, se unë kam shku kuptohet vetë pastaj, dhe kam zgjedhur ndoshta një rrugë edhe më me vlerë, më të thellë nga ana aziatike, dhe ndryshe.
E kam më ndryshme, me një zhvillim ndoshta më të fortë. Po flokët janë ndoshta korniza e bukurisë, janë gjysma e bukurisë, kanë energji, sepse unë e di që në mjekësinë holistike janë rituale të caktuara të cilat duhet si bëj vajza me nënën apo dhe me babain për të lidhur, për të forcuar njëra me tjetrën, po dua të më thuash ti sa pëlqen. Floku janë antenat e njerëzimit. Nëse keni parë filmin Avatar që ai vën flokun me kalin, me atë fluturues dhe lidhen bashk. Floku ka diçka shumë interesante. Çdo milimetër që rritet ose çdo centimetër është si me qenë ajo karta regjistrimit në kompjuter. Është të njëjtën vlerë, regjistron çdo emocion, ndjenjë tënden, por të shoqërisë, çfarë është duke ndodhur. Për shembull, luftra. Çfarë ndodh? Të gjithë njerëzit sa pa marrë bile në Amerikë vendimi që do të ndodhen me Iranin. Njerëzit nuk kanë fjetur rahat. Nuk kanë pas shumë personë që më kanë marrë, wow, çfarë ka ndodhur mbrëm? S'kemi fit gjithë natën. Dhe në mëngjes kemi marrë mesazhin që Amerika do të sulmojnë. Domethënë ishin gjëra që shpirti ndjen. Dhe floku dhe zemra, këto dy instanca janë të parë që marrin vesh, pa marrë mendja vesh absolutisht. Domethënë mendja s'ka ka idenë, sepse nuk është as në lajme as kërkund. Dhe gjëra tjetër që duhet gjithmonë të kemi parasysh, nga që shoqëria është ndotur shumë nga mendimet negative, flasin keq për njëri tjetrin, çfarë duhet? Ni duhet gjithmonë të prej me hënën e plot flokët. Sidomos bishtat. Aq më shumë, aq më mjedhëm tani që i pata të gjata me vajzën, me ardhi momenti që do të duhet prej të heqi disa informacione, të dhimbjes, të lindjes, e kështu me radhë, si çdo nën. Dhe çdo gjë është regjistruar. Është si një regjistër, imagjino. I them është ajo Akasha, kush e ka lexuar librin e Akashës, që është sipër në qiell, floku regjistron në mënyrë të pavetëdijshme çdo informacion global, deri nganjëherë dhe universal. Prandaj është shumë e rëndësishme ta duam flokun, ta shplajmë me ujë me krip, të bëjmë nganjëherë kështu në vask kush e ka të mundshme, kuptohet. Një herë të paktën në javë, që të pastrojnë atë aurën të trupit të lëkurës, por dhe të flokëve me ujë me krip. Të rinë disa minuta dhe ta heqin, ta shplajnë. Ujë me krip deti origjinale, jo të jodizuar, origjinale ashtu siç është. Kur i presim, mund ta bëjmë vetë apo është mirë që të jetë një person i dashur? Që kemi besim, pra është e rëndësishme që mos shkojmë te çdo lloj parukiere e mundshme, që e cila mundi ndoshta me ato ngarkesat me energjinë e saj. Ajo është numër 1. Domethënë ta gjejmë një person që të don fort, që të respekton dhe që është njëri i mirë, sepse varet nga duart. Mund të bëhen edhe vetë prerja flokëve, me thënë të drejtën, sepse nuk është vështirë, ka mënyra se tregohet kur i ka bishtalez dhe prej ashtu cak dhe dalin flokë qit kështu bukur, sepse e kam bërë në periudhën e Covidit, domethënë un kam pas bile 15 vite që s'kam shku tek parukierja. Tani kam thënë që ku kam marrë në Shqipëri të shkoj tek parukierja vizazhistet. Se tham wow, domethënë është krejt diçka ndryshe në krahasim me Austrinë. Ne atje nuk shkojmë shpesh, jo vetëm se është shumë shtrenjtë, por nga ana tjetër, unë shumë shpesh tham dua të ruaj atë energjinë time që mos mi kapin kush flokët, kokën, dhe në momentin për fermat ndoshta që kanë një çik frikë që nuk duan të shkojnë, po detyrohen të shkojnë një herë në muaj ose një herë në 6 muaj, atëherë thoni gjithmonë, unë mbylli çdo gjë, sidomos i them unë këto pikën akupunturës sipër, që është një pikë akupunture në kokë ose shakrën e 7, qendra energjetike, që ta mbyllësh që asgjë mos të futet brenda teje, sepse nëpërmjet prekjes së kokës mund të futet energji të tjera. Ti thua e mbylli dhe kur mbaron, atëherë thuaj edhe herë hapem dhe aktivoj shakrën time ose qendrën energjetike mbi kokë. Po sinjat kanë ndonjë domethënie? Që është? Kanë dy domethënie. Ata të cilët thinjen shumë herët. Këto persona janë disa gjëra. Me thënë të drejtën mund të jetë edhe genetike për disa persona. Së dyti është veshkat. Domethënë veshkat janë të ngarkuara, të dëmtuara, të mbigarkuara, të toksikuara. Bravo, mund të ketë edhe gur, gëlqere që tjerët nuk e dinë, edhe nuk ka rëndësi janë fëmijë, un kam pas fëmijë të vegjël me flok me thinja të bardha, imagjinoni. Okay. Dhe kjo u tregonte që veshkat e tyre ishin në nën funksion, domethënë kishin një mungesë dhe donin të pinin më shumë lëngje fëmijët, të pastrohet trupi, të detoksifikohet.
kur prindit i kanë dhënë shumë sheqer, gjëra jo të mira, yndyra, krip shumë, do të çdo gjë influencon veshkat. Të kuptoj. Forcohen veshkat, thinjat fillojnë të ikun ngadalë. Okay. Por mund të ketë edhe minerale, mungesë trupi, secili trup është ndryshe që i përpunon, dhe së treti ka shenja, ka persona që ka një pjesë të thinjave në kokë, jo të gjithë kokën. Po. Dhe ato ka një detyrë, janë persona që ka një shenjë që shpirti i tregon si puna dhe nishanave dhe floku, dhe kanë lidhje me misionin e tyre në tokën mam, i thamë në detyrën e tyre që kanë marrë, dhe njihen nëpërmjet shenjave, secili ka shenjën e vet. Dhe shumë interesante, ja, ka lidhje. Mirë, meqense nuk kemi këto shenjat e thinjave, po nishane kemi me shumicë. Çfarë do me thënie ka? Çfarë simbolike? Vërtet, do të thënë nishane mishtore, nishane si është kjo historia e nishaneve? Atë nishanet tregon jetët e kaluara, kur ne kemi punuar dhe nga ana me erza, me kështu i thojmë ne, si zana, dikush për shembull, ose mund të jenë edhe lidhje yjesh që kanë parë të disa persona, dhe më thënë janë lidhet e yjeve dhe janë komplet konstelacioni yjeve në formë nishanash në trup. Dhe tregoj diçka shumë çuditshme. Ma trego, se dua të them po. Si çdo rini edhe unë, më dolën nishana në bark. Mi po ne kemi qejf të dalim çik barkun jashtë dikur ose edhe kështu, edhe filluam të veshim të bluzat e shkurta në 95, 96. Shumë modatë. Edhe mos më pëlqejshin hiç ato nishanat. Dhe kisha në të njëjtën formë të atyre yjeve. Koste mi po aty nuk e kam pas idenë e lidhjes së yjeve. Mu dukte sikur ishte një me kry mrapsht. Po s'm pëlqejshin, si ishin shumë mishtak. A thoshte, jo, edhe i hoqa. Shkova në Austri kur isha atëherë, i thash një lutem heqni me laser, cak cak cak. Po. Shumë interesante. Mas disa vitesh më kanë dalë po në të njëjtin vend afër. Sa mirë ta kam. E njëjta shenjë, e njëjti thash, wow. Domethënë, çdo gjë ka një qëllim dhe nuk i kam hekur çates janë shumë të vogla, kuptohet, por prapë domethënë thoshë është një lidhje shumë e veçantë. Dhe nëse unë dua atë pjesën time, do të më bën një efekt shumë pozitiv për trupin tim. Dhe që atëherë jam lidh shumë me yjet dhe me qenjet e yjeve. Më pëlqen shumë. Edhe unë qysh e vogël kam pasur gjithmonë dëshirën dhe maninë për të pasur disa yje të mi dhe vazhdoj akoma i gjej. Pra kur sa herë ngri kokën në qell, kam yjet e mi të cilët i kam vendosur emra qysh e vogël. Dhe mendoj sikur i kam edhe në trup. Unë nuk e dija as ta përktheja, as ta analizoja, por them që janë yjet e mi. Duhet i ndjej akoma më afër çfarë energjie marr nga yjet. Njerëzimi ka harruar diçka që njerëzit vijnë nga yjet, nga planetet e tjera, nga galaksi ose konstelacione. Prandaj janë 12 shenjat e horoskopit në çfarë do lloj kulture. Po të shkosh te Inkas, i shikon edhe ato sipër në Nazca linjet e Nazkës, ato 12. Dhe ato i kanë ditë me mija vite përpara, imagjino. Kur ne akoma kemi qenë duke fjetur në atë ignorancën tonë. Dhe ato thonë të çdo kulturë, si në Australi, si në Amerikë, si në Indi, në Kinë, kudo, që njerëzimi është i krijuar nga extraterrestrit, nga qenjet e yjeve. Prandaj ne jemi të lidhur me yjet në mënyrë të pavetdijshme. Nda që ne besoshin, nda që mos e besojnë. Por njerëzimi nuk është krijuar me qindra raca, me qindra gjuhë kot, sepse vijnë nga raca të ndryshme, nga krijime të ndryshme. Dhe kuptohet, toka mëm është një planet shumë i bukur, por është një planet eksperimental. Mund thonë në vetmit planet që ka kaq shumë raca dhe kaq shumë gjuhë. Eksperimental. Pse thua që planetet e tjera janë unison? Kanë një gjuhë. Për shembull thonë që raca me sy blu vjen nga Venusi, raca nga Marsi, për shembull, janë ato persona që me shumë ngjyrë. Saturni, raca e verdh, kineze, japoneze, holandeze, filipine, tek shumë e rrallë. Domethënë shumë raca vijnë nga planete të ndryshme që kanë sjell njerëzit para se ato vetë të mos ketë njerëzim, sepse nuk ekziston më ajo mundësia për ajër dhe për çfarëdo që të ketë qenë ato vite, sepse çdo herë, çdo planet, si edhe Mars është gjetë që ka pas piramida, ka pas jetë. Domethënë çdo herë kur ka qenë jetë dhe kanë qenë afër fundit një planet, ka dërguar racat e tyre në tokën mëm, dhe ne kemi mbijetuar si raca të ndryshme, të bukura secili me bukurinë e vet, me forcën dhe inteligjencën dhe lidhjen me yje dhe me planete. Ato janë qenie të pavdekshme, vetëm ne qeniet e tokës kemi afatin, pra lindjen edhe vdekjen. Edhe ato vdesin. Edhe ato vdesin, ato janë qenie energjetike apo janë qenie edhe ato me trupa fizik? Janë dhe ato me trupa fizik. Edhe si me ne, trupa fizik? Po jetojnë në një dimension më të lartë se sa ne,
kanë fuqi më të mëdha dhe jetojnë më gjatë se sa ne. Këtu do jenë skeptik, besoj. 90% që dhe këtu të na bombardojnë tani, çfarë po flisni, lërini këto pralla, ku i dini ju, kush ju ka thënë ju, ti japim siguri apo besueshmëri dëgjuesit në këtë argument. Edhe unë kam dash vërtetimin, sepse edhe unë bëj bile zbulime shkencore dhe më është dash të udhtoj. Edhe kam bërë një udhtim apostafat për këtë gjë, sepse kam dëgjuar që në Peru kanë mbetur akoma kufomat e gjigantëve, të më thënë që kanë jetuar në tokën mam. Kur një kokë mund të jetë 1 deri në 2 metra vetëm kafka e kokës. Dhe më është dash vetë shikoj me sytë e mi, që ta besoj, sepse kuptohet, nuk është e kollaj të besosh thjesht se çfarë shkruajnë të tjerët. Mund gjajnë në internet. Shikoni edhe giants ose nuk e di se çu gjigantët, ciklobat ose çfarë do lloj gjë, çfarë do legjende. Po ato kanë ekzistuar me vërtet dhe kjo ka ndodhur në pjesën e Haitit, në periudhën tjetër. Shkova atje në Republikën Dominikane dhe Haiti dhe në Indi, kur ishin këto tsunamit. Çfarë ka ndodhur, kanë dalë nga deti. Lloj qënjesh të ndryshme. Peshqish, oktapodat, po them tamam kështu që kemi parë dikur në për filma, që thojmë nuk kanë ekzistuar, dhe fatkeqësisht janë marrë direkt nga shteti, nga ushtria, dhe janë futur domethënë tip muzeumesh sekrete që nuk i lejon popullin të shikojnë. Por populli ka parë vetë sepse i kanë bërë film, kanë bërë foto, i kanë bërë domethënë shumë gjëra të ndryshme. Edhe këto kafkat kanë dalë të gjiganta që janë mbi 20 metra të gjatë. Trupat e tyre dhe ato i kanë parë vetë me sytë e mi. Dhe mendoj që ka dhe gjëra tjera që njerëzimi nuk flet, sepse politikanët i dinë shumë mirë. Dhe do të vinë një kohë që të gjithë politika, të gjithë ato drejtuesit më të mëdhenj, duke filluar nga USA-ja, tani janë duke pranuar që ekziston bashkëpunimi me UFO-t. Nga ana generalve edhe kanë filluar, domethënë, do ta pranojnë ndoshta edhe më shumë kur ato të tregojnë ngjitur njëri me tjetrin. Atëherë ka për ta kuptuar njerëzim për ta thënë wow. Ato marrin forma njerëzore ndoshta, duken si ne dhe ekzistojnë mes nesh. Ato ekzistojnë dhe thash një ditë do të dalin pah të gjithë njerëzimit. Disa persona do t'i pranojnë, disa nuk do t'i pranojnë. Disa do të shkojnë në frikë, në angst, do të qyqja, këto ekzistohen me të vërtet. Anijat kozmike janë gjithkohën në tokën mam. Dalin i paraqiten disa shteteve, Rusi, Kinë, Amerikë Veriut, ku do janë edhe në Europë janë paraqitur. Dhe pastaj fshihen nga ushtria që mos të tregohen njerëzimit. Por do të vi momenti që njerëzimi ka për të thënë wow, ekzistojnë me të vërtet dhe janë mes nesh. A kanë qëllime pozitive, a kanë si thua misionin për ta ndihmuar njeriu apo është e kundërta, pra për ta dëmtuar, për ta zvogluar, për ta zhdukur ndoshta fare si qenie, a kanë apo dhe ato mund ta midis e mira dhe e keqja si çdo gjë e kësaj bote yin yangu. Janë të dyja, plusi dhe minusi. Ka shumë të mirë që duan të ndihmojnë që toka më mos shkojnë në luftë, që armët bërthamore mos të ndizen, janë ato që mbrojnë tokën mëm, dhe jo politika, sepse për politikën ne do të ishim djegur me vite përpara. Vërtet mendon kështu që janë këto krijesat i shuan mbyllen në po të shikoni në këto në Arizona ose në vendin e Amerikë, në USA, kur un kam qenë aty vetë personalisht në këtë area që ishin këto. Ato vinin, domethënë anijet, zhduken, zhduken dhe bën një punë çdo natë, ato ruajnë që armët bërthamore mos të ndizen, sepse mund të jetë një çka vogël dhe komplet një kontinent i tërë mund shuhet, kaq të forta janë disa armë bërthamore. Sidomos të disa shteteve që s'po japin fjalë. Dhe së dyti është shumë e rëndësishme që ka dhe të tjerë që bashkëpunojnë, por për interesa vetjake si planete, sepse ne kemi arë, kemi kristale, dhe ato duan arin dhe kristalet tona, disa metale kryesore. Dhe nga ana tjetër nuk e duan që njeriu të zhvillohet shumë, duan që të na lënë në atë ignorancën tonë, prandaj dhe ADN-ja jon normalisht kemi vetëm 2. Por kemi normalisht deri në 7 dhe në 9 mund ta zhvillojmë si njeri. Ato nuk na lënë, na kanë lënë me vite që në kohën e Egjiptit, që njeriu të mbesin jo në skllavëri, sepse ato kujtojnë se kanë qenë sklavër në Egjipt, por kanë qenë sklavër më shumë nga ana mentale që mos të zhvillohen, se pastaj do të qohemi kundër tyre. Dhe kështu kemi filluar të bëjmë raketa, të bëjmë gjëra, bombat atomike. Mirë po, thash çdo gjë është yin dhe yang,
ka shumë të mirë, që nuk duhet kemi frikë absolutisht, por kemi edhe krahun tjetër, që duan vetëm për interes dhe manipulim njerëzor. A mund të thorasim shpirtra? A mund të thorasim krijesat të cilat nuk i shohim, por ndoshta mund kemi ndonjë fjalë kalim, ndonjë lidhje metodë nëpërmjet ëndrave apo gjendje meditimi, nuk e di se si. A mund të thorasim që ne të cilat duam të kemi Unë nuk ja këshilloj asnjërin sepse Okay. njerëzit nuk e kanë atë veçurinë të shikojnë me të vërtet. Kush i ka, i kanë ardhur edhe pa i thënë asgjë ne. Domethënë personat i vinë vet. Shpirtrat, shenjtrit, engjëjt, kryengjëjt, qenet e larta të yjeve, ato i dalin njerëzve që e kanë detyrën hynore që në fëmijëri. Ndoshta edhe më vonë, edhe tani në moshën e madhe, disa personave që kanë një detyrë. Nuk i dalin kot të tjerëve, thjesht hajtë se për qef, hajtë se për shkojmë pimi kafe. Ato dalin me të vërtetë sepse duan ndihmë nga njerëzimi, duan bashkëpunim. Të kuptoj. Dhe kur bashkëpunojmë me shpirtra të lartë, me qenie të larta hynore, është shumë e rëndësishme që ne të kemi respekt. Pra këto njerëz janë të thellë brenda vetvetes, nuk janë njerëz normal, i them unë, janë të zgjedhur në tokën madhe. Dhe janë shumë. Janë. Shumë shkojnë tek fallxhorët, tek ata që shohin filxhanin e kafes, shohin letra tarot, edhe shumë nga këto historitë pra me parashikime. A bëj mirë, a bëm keq, nuk duhet ndoshta t'ja lëm veten, fatin ton, të ardhmen ton, parashikimit dhe fjalëve tyre. Plusi dhe minusi, edhe aty. Këtu. Pra këto persona mund të kenë lidhje me qenie të tjera të Shumica e tyre po, por shumica mund të kenë lidhje edhe me qenie jo të mira. Sidomos ato që bëjnë fallë, kështu gjërash, unë nuk jam pro. Magji, po. Se ato persona që bëjnë magji janë për mendimin tim duhet të ruhen shumë sepse nuk kanë lidhje me Zotin. Nuk kanë lidhje me të mirën, me dritën dhe i bëjnë njerëzve shumë keq. I dëmtojnë jetën e tyre dhe është një manipulim fundja fundit. Në mënyrë të pavetdijshme, por është një manipulim. Dhe njerëzimi nganjëherë shkon këshill budallë që i them unë, dhe shkojnë këto person sepse kanë mungesë. Kanë mungesë vetbesimi. Po. Në vend që të thonë, okay, unë lutem që çdo gjë që është në familjen time të shkojnë mirë. Nuk kam nevojë të di të ardhmen se çfarë do ndodhen, më mirë lutem tani sepse e ardhmja është gjithmonë e lidhur me të tanishmen. Ne ndryshojmë të kaluarën dhe të ardhmen informacionin, nëse ne bëjmë diçka të mirë ose të keqe. E kuptoj. Nëse një person është i mirë, do të ketë ardhmen e mirë. Nuk ka nevojë të ketë frikë. Sepse çdo sfidë E ardhmen në këtë tokë, e ardhmen në jetë. çdo të ardhmen, sepse çdo gjë është paralele. Edhe ardhmja e shpirtit, edhe ardhmja e trupit nga ana fizike. Çdo gjë zhvillohet kur ne bëjmë mirë. Kur bëjmë keq duhet të ruhemi shumë, sepse të vjen, është ai bumarangu që të vjen dikur mbrapsht. Edhe nuk kemi nevojë të shkojmë në fallxhore si kështu. Ka persona që duhet dinë për shembull një temë dhe bëjnë letrat, a din, kështu që shikojnë, e kam kuptuar, po ajo nuk është gjë pjesë e keqe, sepse shikojnë, domethënë, okay, duhet shikoj, a është kjo temë ky biznes. Ta hap, mos ta hap. Po. Të shkojnë fëmija në këtë shkollë, në këtë studim, a ndoshta nuk është mirë, ndoshta duhet bëj diçka tjetër. Dhe janë më shumë këto pyetje përgjigje për të qenë më të sigurt që mos të bëjmë hapa të gabuar, edhe pse njerëzit vetë ndjejnë normalisht në të pavetdijshme. Por kuptohet, duan atë aprovimin. Por nuk kemi nevojë të bëjmë gjëra tjera. Po kjo vlen edhe për hartën astrologjike? Po, e njëjta gjë. Edhe astrologjia të tregon pak a shumë për ditëlindjen tënde. Po, duhet të shkojmë pra për ta parë në farë forme çka thonë astrologjia është më serioze. Okej. Sepse është më shëndetshme, nuk ka lidhje me magji, nuk ka lidhje me manipulim. Është ditëlindja jote, data jote, ora jote ka lidhje me yje dhe çdo konstelacion ka një lidhje të veçantë me detyrën tënde. Si do të prihet mbar ky vit, si do të jetë ky vit për ty. Por nuk do të thotë gjë që ti nuk e ndryshon. Kjo është nga ana shpirtërore, pastaj ndryshe. Që ti mund të thuash, okay, unë e di që ky vit do të jetë shumë e sukses, e për persona që janë të kalit. Por ndoshta një shenjë tjetër i duhet një çik mund që të barazohet me kalin. Çfarë shenjë jam atje jam falë që të ndërpres? Çfarë shenjë? Apo nuk thuhet? Dhe është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë që nuk kemi nevojë të krahasohemi, por shenja e horoskopit na tregon për këtë jetë çfarë detyra dhe potencialesh ne na duhen për një kafshë. Asgjë më shumë. Dhe po i mor ato potenciale dhe i kthen në guxim në diçka të mirë në jetën tënde, ke sukses automatikisht. Nuk ke nevojë të shikosh kërkush, të shkosh te kërkush. Ta kuptoj. Mirë, më the pak më përpara keni shanet që mund të jenë një formë rimishërimit. Si është kjo historia e rimishërimit? Unë
jam e rimishëruar? Shumë herë. Shumë herë. Shumë herë jemi të gjitha apo disa persona mund të jenë shumë herë? Pra, kush është veçantia që disa mund të rivinë shpesh herë në moment Shpirti tokë? më i ri që mund të jetë në tokën mëm, ato shpirtat e ri që thonë që janë më të ri, nuk janë të vjetër të lashtë, mund të jenë 500 deri në 600 mishërime, si një ri. Më i riu. Më i riu. Imagjinon të tjerë që janë 700, 800, 900, 1000 dhe mbi sipër. Dhe më thënë kanë përjetuar çdo periudhë, çdo luftë, çdo ngarkesë. Dhe nuk ka se ato e duan bile që të ndihmojnë dhe prandaj është ai plani i jetës, bën plan që të vinë në këtë kontinent, në këtë qytet me këto prindër, ne vetë bëjmë plan. Çdo gjë është bërë vetë nga shpirti jonë dhe nga qielli. Nuk është koincidencë, absolutisht. Por ne harrojmë nëpërmjet kanalit të harresës dhe harrojmë. Kjo është çështja që ne mendojmë që jemi në herë të parë në këtë jetë. Mendojmë që njerëzit do ta kishin nevojshme ta shikonin veten e tyre, qoftë edhe vetëm një herë të vetme. Në një jetë të kaluar do t'i bënte mirë besoj për shumë reflektime apo do t'ishte dëm? Ruhem nga ana hipnozës, sepse unë di vetë nga ana psikologjike kemi mundësi të bëjmë hipnozë njerëzve, por nuk i bëj personave hipnozë sepse unë dua që ato vetë jenë të vetëdijshëm. Një gjë krejt të thjeshtë, shikoni ëndrat. Në ëndra e keni jetët e kaluara, minimum 2 deri në 3 jetë i shfaqen personave jetët e kaluara. Për shembull, kur shikoni që ushtarët janë duke u ndjekur, dhe dikush ka frikë, mbyll derën, keni kaluar luftrat ku ju kanë përndjekur. Dikush e shikon vetëm me fustane ndryshe, me veshje ndryshe. Të gjithë këto janë mishërimet kaluara që tregojnë që diçka nuk e përpunuar në të kaluarën tënde, dhe që duhet falesh, të çlirohesh, mos kesh frikë. Mund të ndaj me ty 3 ëndra? Një ëndër e shpesht edhe rishpesht është prania e dikujt prapa derës, pra dikush që tenton të më hyjë në derë. Dhe mua më del gjumi ka herë dhe kjo mundot gati muaj për muaj. Pra është dikush që do të hyj me dhunë, do të hyj brenda, unë kam frikë. Pra dhe çohem natën e shoh edhe një herë derën, e kontrolloj. Kjo është ëndër gati e përmuajshme. Një kjo, para shumë muajsh, pash raketa. Po fiksi këto raketat që po shikojmë sot në për ekranin e televizorit, pra raketa mbi qiellin e Tiranës. Dhe një tjetër është e çuditshme, në ëndrrën time del Donald Trump. Më shfaqet në ekranin e televizorit dhe në atë moment më ndodh një gjë kështu si apokaliptike. Tani, o këto vjen nga leximet e mia, se unë lexoj shumë dhe jam pak e fiksuar në këtë historinë e botës, e luftës. Por jo, ka njerëz që lexojnë shumë, por nuk i del Donald Trump në ëndër. Dhe këtë kam bërë habi se mund më dilte kushdo vetë Donald Trump, ose si duket nga informacioni ditës si do më përkthehet në atë, por nuk e di më der, prandaj kam nevojën e profesionistes e përtej, prandaj ndava dhe aty dhe nuk bëj keq besoj edhe për dëgjuesin. Për ëndrrën e parë, për sa i përket tek derës, është diçka shumë interesante, është një kujtim negativ që ti ke përjetuar. Dhe që ki frikë që mos të përjetohet edhe një është një tip ankthi i pavetëdijshëm, që është i lidhur me njëra nga ana e veshkave, krahun e majt. Kështu që dua domethënë që ti thuash unë nuk kam frikë, kushdo që ti që të ke qenë dikur tek dera ime dhe ka dash dikur të futet brenda me dhunë, për të bërë diçka të keqe, nuk ka lidhje hiç me këtë mishërim, është tjetër gjë, po të shfaqet si informacion. Së dyti ka dhe një mesazh tjetër, që mos lën asnjë të hapësh derën në të ardhmen. Kushdo që të jetë. Tjetër, për sa i përket ëndrrës së raketave dhe Trump, ty të tregohet e ardhmja, çfarë do të vinë dhe rëndësia e një personi. Trump dhe Putin dhe gjithë këto kanë një rëndësi në misionin e pastrimit të tokës mam. Ka një detyrë, edhe pse nuk është detyrë hiç e bukur, them të drejtën, dhe ato janë kukulla, sepse drejtohen prej të tjerëve, po t'jemi të vetëdijshëm nga kjo gjë, ato janë vetëm kukull, si çdo figurë politike. Por ka dhe diçka tjetër që ne nga ana ndoshta e lidhjes shpirtërore dhe para arzëve ton mund të jemi lidhur me njëri tjetrin, me kushdo president që të jetë. Dhe na ndikon dhe ne i vëmë re disa gjëra në mënyrë të pavetëdijshme. Sepse pasarësit marrin plusin dhe minusin para arzëve. Kushdo qofshin, sepse ato kanë nga Europa në Amerikë. Nuk janë Amerikan. Trump nuk është Amerikan. Vjen nga Europa. Dhe më thënë, populli jonë edhe një shumë persona që janë të lidhur me këto persona të mëdhej që i dalin nëpër ëndra, deri edhe muzikant, aktor të ndryshëm kanë vënë re persona, janë thjesht të lidhur nga ana e gjakut. Komplet nga para arsit ton.
dikur jemi qenë dikur ndryshe para shumë vitesh përpara. Dhe ti ke lidhje diçka, domethënë edhe nga ana paraardhësve me të, dhe shikon në të njëjtën kohë çfarë është duke ndodhur, çfarë do të ndodhi në të ardhmen, dhe është një sinjal për ty. Që dhe ti duhet të, i them nganjëherë, jo të shmangesh, po të thuash, okay, çfarë do qoftë, unë të marr vetëm të mirën, tjerët nuk më intereson, nuk e dua, dhe dua të ndihmoj njerëzimin që ato mos të shkojnë në ankth, mos të shkojnë në frikë, ndoshta duke i dhënë një mesazh krejt ndryshe njerëzimit, duke i dhënë forcë, sepse është një fuqi, është një veti e jotja. Shumë persona kanë vetin që shikojnë gjërat në ëndra, nuk i shikojnë kështu me sy hapsi ose sy mbyll si i shikoj unë disa gjëra, por ato i shikojnë nëpërmjet ëndrave mesazhet. Dhe duhet i përpunojmë se për ndryshe ato dalin prapë. Dhe mund t'i duash, thosh, e kuptoj, është një dhuratë, unë dua ta di, por nuk e marr personalisht. Çfarë është detyra, çfarë duhet të bëj me atë që unë shikoj? Do ta pyesësh gjithmonë shpirtin tënd, çfarë është detyra ime? Çfarë informacioni duhet unë të dërgoj njerëzimit që ajo çfarë ka ndodhur në ëndër të jetë ndoshta çik ndryshe. E kuptoj. Okej, të shkëputemi pak dhe të ndalemi tek muaj mars, muaj gruas. Unë vije përgatitur, jam shumë studente mirë. Kam lexuar goxha dhe sigurisht tani më i kam të shkruara disa materiale shumë interesante të cilat dua t'i ndaj dhe të marr mbrapsht mendimin tënd. Teksa po lexoja për filozofin Tao, disa materiale shumë interesante, aty thuaj se një grua mund të arrinte iluminizmin shumë më shpejt se sa një burr. Një nga këto elemente. Butësia e gruas ka përcen ngurtësinë, si të shkruar në Tao Te Ching, nuk e di, një libër taoist, i Monçurisë. Mbaj si libri i dytë më i përkthyer në botë dhe ishte shumë fakt interesant. Më shumë se Bibla bile nganjëherë, përmarsë se tjerët se Bibla nganjëherë rrin e pa lexuar në përdhomat i them të hoteleve. Si libër ekziston? Është në PDF apo është gjithkund, është në gjuhë të ndryshme, në gjitha gjuhët pothuajse të botës është i përkthyer. Në çdo universitet nga profesorët dhe filozofët dhe nga ana pedagogjike ne kemi për detyrë ta lexojmë Tao Te Ching. Duhet ta lexoj dhe unë patjetër. Mirë, ndërsa edhe thoshte, gruaja është më e fortë në seks dhe konstitucion se sa burri, ashtu si uji është më i fortë se sa zjarri. Gratë kanë transmetuar mësimet e bindha, magjisë, seksit, shërimit dhe praktikave ezoterike. Gratë po kështu kanë themeluar shkollën e qartësisë më të lartë të ngritur nga Wei Huanan. Mjeshtri i madh i cili ka shkruar. Flasim tani pak për gruan, për fuqinë e saj shumë plançe. Shumë pak veta din që fuqia femrore është fuqia kryesore dhe ka një shenjë shumë të bukur nga ana aziatike që do të thotë është mashkulli është kështu, femra është kjo këtu, dhe shenja që mashkulli mban botën. Pausin për shpinë, Femra është kështu, mban mashkulli. Mashkullin edhe botën. E mban të dy. Shumë e bukur. Është ajo mbrojtësia. Dhe të edukosh një femër, një fëmijë vajzë, për të edukosh një mashkull është një gjenerat që lullzon. Të edukosh një femër është 7 gjenerata që lullzojnë, sepse nëna jep edukatën, jep komplet energjinë e saj që pasardhësit të jenë më të mençur, më të inteligjenta dhe më shkolluar. Edhe në Kur'an, edhe në Bibël, shumë gjëra janë mshehur, nuk janë treguar. Dhe për shembull, Muhameti ka pas gruar shumë inteligjente. Jezusi ka pas Maria Magdalenën. Dhe është ajo që ka mbajtur gjinin femrore. Femrat komplet me nën Maria dhe gratë kanë qenë në mënyrë paralele. Po asnjë nuk flet për Maria Magdalenën, për atë, por vetëm për Jezusin. Sepse në atë kohë bota ka qenë shumë yang, shumë mashkullore. Domethënë, femra është nënvlerësuar, nuk është lejuar të bëjë shumë gjëra. Dhe kjo fatkeqësisht vjen nga një epokë që kemi ikur nga epoka matriarkale. Dikur ka qenë femra ajo që ka bërë komplet zanat. Femrat kanë parashikuar të ardhmen, të kaluarën. Disa kanë punuar dhe nga ana politika kanë qenë krahu i djathtë i perandorëve. Femra ka qenë mbretëresh, jo vetëm mashkulli, të dy bashk. Dhe nga historia më e lashtë janë 2 mbretër, Hu Wangdadi dhe Wang Munyang. Janë 2 perandorë të parë, të 2 mashkull dhe femër. Nuk ka ekzistuar ndarja,
sepse dy fuqi bën unitetin, bën atë Po. qarkun e bukur I themun. Fatkeqësisht njerëzimi, duke e parë fuqinë e femrës dhe inteligjencën e saj, I ka hyrë frika. Dhe janë detyruar, kanë thënë më mirë ti ulim këto. Dhe kuptohet, thashë edhe nga pjesa e interesit politik dhe të fuqisë. Dhe femra është lënduar me shumë vite, sidomos në periudhën kur I kanë thënë janë shtriga, sepse ato kanë ditë erzat, kanë ditë se si të shërojnë njerëzimin. Dhe ato në politika nuk donë që të shërojnë njerëzimin, donë përkundërsi të zhdukin njerëzimin. Dhe fatkeqësisht ku kanë pas mundësi të gjuajnë femrën. Aty ku është pika dobet e familjes, sepse femra është shtydha e familjes. Mashkulli ka një rol tjetër që quhet I mbrojtjes. Mashkulli me të vërtet ta kuptojnë që është mbrojtja për familje dhe duhet të zhvillojnë më shumë dëmshëri. Një mashkull që është I dhëmshur dhe mbron familjen me të vërtet me zemër, është një mashkull shumë inteligjent dhe ka kuptuar që nëna dhe gruaja është me të vërtet që është më e rëndësishme për fëmijët, për familjen. Ta ndihmojmë nënën, të japim mundësi dhe asaj të jetë çik I lirë, të japim kohë të bëjnë diçka për vetveten dhe kuptohet ajo ndihmon edhe mashkullin në të njëjtën kohë. Po në marrëdhëniet ndërpersonale mashkulli me femrën, I do femrat e forta ti këtë në krah? Si është ky raport? Shumica fatkeqësisht e bëjnë kështu, është e vërtet. Por ka dhe meshkuj që thonë, wow. Ato po. Unë nuk dua një grua që nuk din të bëj një mohabet me mua. Unë për shembull kam djemtë e mi që thonë, jo. Unë dua një vajzë, dua një person që ditë flas, ditë shprehet, dhe ajo të shprehet me mua, që t'jemi me të vërtet ajo një çift që mbështesim njëri tjetrin me atë bot kuptimin tonë dhe thjesht janë duke u zgjuar dhe meshkujt. Unë shikoj që shumë prej meshkujve janë në kërkim të vërtetës dhe të vetvetes, të dyja në të njëjtën kohë. Dhe janë duke ndryshuar aspektet e ignorancës njerëzore, dhe sidomos ne shqiptarët, njerëz që jemi edukuar që mashkulli është burr, duhet bëj kët, nuk bën të qaj, kështu. Ka shumë meshkuj që shpërthejnë nganjëherë, dhe thonë, okay, dua tani të shpërthej. Pse jo? Ne bëjnë mirë. Dhe një gjë shumë e bukur nga ana e filozofisë të Taos, por edhe nga ana e filozofisë të tjera, jo vetëm Tao, është që secili nga ne ka gjinin femërore dhe mashkullore, që quhet yin dhe yang. Pjesa e parme është femërore, pjesa e mbrapsme është mashkullore. Sipër është mashkullore lidhja me qiellin, poshtme është femërore me tokën mam. Prandaj thotë dielli është mashkullor, nëna toka mam është femërore. Hëna është femërore. Domethënë çdo lidhje është edhe me trupin ton, dhe ne kena një sy të lidhur me diellin, një sy me hënën. Dhe kena të dyja, domethënë dielli është mashkullor, hëna është femëror. Këto filozofi janë bërë me një bot kuptim që njëtë ta kuptojmë që jemi të lidhur me të dyja gjinit brenda nesh, prandaj nuk duhet paragjykojmë njëri tjetrin, ose sidomos ato që thënë nga ana homoseksuale, që I gjuajnë bile personat, që unë nuk jam absolutisht dakord, sepse ato kanë mishërime më shumë nga ana femrore ose mashkullore. Ka disa femra që janë si meshkuj. Pse? Sepse kanë qenë dikur shumë shpesh meshkuj. Në jetën e kaluar dhe mbajnë atë informacion të fortë dhe aspekti I tyre mashkullor yang është shumë dominant në trupin e tyre. Dikush mund të jetë më femror, ka pas më shumë femra, mund të jetë I lidhur mashkull në këtë jetë, po ka atë dashurinë femrore brenda, dëmshurinë, sepse ka qenë vetë në jetët e kaluara. E bukur është, kështu kur shpjegohet. Po transgjenorët në cilën kategori bëjnë? Kanë qenë të dyja. Si të dyja? Të dyja, I kanë parë, domethënë edhe kanë qenë mashkull, kanë qenë femër. Pra, janë kanë qenë edhe kafsh disa persona. Dhe dhohet për shembull që thonë, më duket vetë si më qenë nganjëherë qen vet, ose kur kam qenë një zë, kam fluturuar, një shqiponj. Dikush mund të ketë qenë luan, dikush mund të ketë qenë majmun, dikush ka qenë dre. Dhe këto jetët e kaluara, domethënë varet se çfarë mishërimi mund të kemi pas. Pra kur themi për mishërim, nuk kuptojmë edhe aspektin animal, pra të kafshëve, nuk themi vetëm si qenie njerëzore. Ne qenë vetëm njerëz, ne kemi qenë çdo gjë. Jemi njerëz, më thënë, shpirti ka dëshirë të provojë çdo gjë. Të jetë një herë në ujë, një peshk, të jetë një herë në ajër, zog, të jetë kështu kafsh, pastaj bëhet njeri. Domethënë zhvillohet evolucioni I shpirtit. Një pikë se thua është mbyllje për qenien njerëzore. Ka fund zhvillimi. A do mbaroj, ky zhvillim, apo do jemi gjithkohës në riardhje dhe në riardhje? Evolumi është edhe në qiell sipër që tjerët nuk e dinë, domethënë edhe në hemisfera shumë të larta hyjnore nuk mbaron.
ec për para. Prandaj thot Tao, ose burimi qiellor, është i pa kuptueshëm, asnjë nuk e kupton as Zotin, jam Tao. Se çdo gjë evolon sipër, nuk ka fund. Tao nuk ka fund, nuk ka kohë, nuk ka vend, nuk është i dukshme dhe i pa dukshme, çdo gjë është në Tao, çdo gjë është në burimin qiellor. Edhe kjo tavolinë dhe ne, kjo materie është e krijuar nga burimi. Sido që t'ja vëmë emrin, se nuk ka rëndësi emri. Po pse flasin librat e shenjtë pra për një pikë ku njeriu përfundimisht do shkojë o në ferr o në parajs. Pra do ta ketë një pikë që shpirti do marrë një farë drejtimi. Po, kjo është e vërtet, kjo ndodh mbas vdekjes. Mbas vdekjes të një personi ose të një kafshë, njëjta gjë. Nëse kemi bërë mirë, shkojmë sipër, nëse nuk kemi bërë mirë, kemi leksionet, i them unë, ato tema që duhet të mësojmë, nëse kemi bërë gjëra jo të mira. Por nuk është fundi. Vim prap. Sepse edhe në parajs ka nivele parajses, nuk janë gjitha parajses si mendon njerëzimi njësoj. Kjo duhet jetë favorizuese, kjo duhet jetë lehtësuese për njeriu kur dëgjon që ne do rivim në këtë jetë, apo duhet marrim masa që vetëm të përqendrohemi tek e mira, pra që në vitet, në ardhjet e tjera vetëm të lartësohemi, pra se nuk do të kemi më të lehtë. Sepse ne vim këtu sepse duhet të tejkalojmë disa sfida që kemi bërë gabime ne ose paraardhësit ton. Prandaj shpesh fëmijët i ngjajnë gjyshave, daje asat, sepse vim në të njëjtin edhe një herë pellk që të pastrojmë ato që kemi përjetuar më shumë të kaluarën tonë. Është e lodhshme kjo? Është e lodhshme për shpirtin, nuk është e kollajt vish në tokën, mam. Se kur e mendon kështu thua, dhe asnjë nuk don të vinë, të gjithë duan të rinë atje sipër në parajs, në vendin sepse është më qetësi, nuk ka paragjykime, nuk ka egon si është këtu. Por kur vinë në botën këto, që është një botë, i them një urë kalimi dhe një urë mësimi ose një shkollë, atëherë duhet të japin të marrin mësime, që mos t'i bëjnë të njëjta gjërat, të çlirojmë të paraardhësve tonë atë energjinë që s'ka qenë mirë, dhe të fitojmë dritën, dhe pastaj kur shkojmë sipër kemi shumë më të lehtë. Edhe jetët që do të vinë, edhe zhvillimin, edhe ndryshimin. Tani doktoresha Madea Stefa, ato do të bëj ca pyetje të cilat mund të më përmbledhësh shkurtazi relativisht, sepse di që etja do jetë e madhe për të marrë shumë çka. Se ti rradh vjen, kështu që në ato pak herë që duham kështu të rezaurohemi shtershëm. Mirë, a na shërohet kanceri? Ja kemi fuqi ta shërojmë, ti zbusim simptomat e një kanceri të paktën i cili është në fazën e parë, nuk ka agravuar, pra nuk është në shkallën e tretë apo të katërt. Nuk ka rëndësi se si shkallë. Kuptohet, aq më shpejt që ne e kapim, aq më mirë është më kollajt për një person, duke filluar nga detoksi. Është shumë e rëndësishëm të bëjmë detoks çdo qelize, duke hequr aciditetin, sheqerin, mishin, dhe duke filluar, duke ndryshuar qeliza, duke i dhënë vibrim. Çdo qelizë kur ne i japim vibrim pozitiv, ato nga që janë të mëdhaja, janë të infektuar, i themun, zvoglohen dhe një herë dhe kthehen në atë si kanë qenë qeliza të bukura, të shëndetshme. Çdo sëmundje ka mundësi të rikthehet në zero dhe një herë. Por duhet ta kuptojmë arsyen pse ka ardhur ajo sëmundje. Shumica e kancerit, tumoreve, depresioni, çdo sëmundje, po të 85% e sëmundjeve vjen sepse kemi mbi energji. Mbi energji që është akumuluar nga stresi, nga lëndimet, nga emocionet, trishtimi, pikëllimi kur kemi humbur një person, kur jemi zhgënjur, jemi lënduar, dhe është një trauma ata për persona që ndodhin nga kaluara, mbahet dhe shpërthen nëpërmjet një sëmundje si kanceri për shembull. Dhe kjo duhet edhe një herë ta kthesh në dashurinë, zimin tënd. Ta falësh atë person çfarëdo që të ketë ndodhur në të kaluarën, thosh, "Okej, ta fal." Ti fali me ato të gjithë. Çdo gjë ta lëshosh. Dhe pastaj fillon shërimi, procesi i shërimit. Prandaj meditimi të ndihmon që ti dal ngadalë, personi të kthehet edhe një herë më ashtu, "Okej, ka ndodhur, po si një film. Sa filma kemi parë me luftë. Po kalon, iku filmi, vazhdon, jeta ec përpara." Tjetër çfarë është shumë e rëndësishme për sa i përket sëmundjeve të rënda, ka 15% të sëmundjeve që kanë mungesë energjie. Është e kundërta. Duke filluar nga Alzheimer, kujtesja, humbja kujtesës, tinitusi i veshëve, që duhet të shikojmë se çfarë ka lidhje me veshkat dhe elementi ujit. Do të thonë duhet pim sa më shumë ujë. Të pastrojmë veshkat, detoks veshkave dhe të heqim frikën dhe ankthin. Dhe pastaj edhe një herë fillojmë kujtesa punon, funksionon krejt normal. Kur themi detoks,
për hir të së vërtetës jemi të bombarduar nga shumë informacione, nga shumë dieta, formula të cilat e kanë bazën ke detoksi, po duhet kemi edhe këtu kujdes sepse jo çdo lloj detoksi mund të jetë i shëndetshëm. Pra kush do ishte detoksi ideal që duhet të përdorim, ku duhet të qëndrojmë pra? Kur themi iq acidin, iq brumrat, iq laktozën, pra, mishin, Se nuk është dietë, kjo është një ndryshim. Po. Dhe më thonë, unë jam vegetariane, ose për shembull nuk e ha mishin. Nuk ka lidhje hiç me detoksin. Nuk do të thotë që trupi im pastrohet, heq ndoshta vetëm informacionin e mishit. Po. Por nuk do të thotë gjë që hek aciditetin. Është e njëjta gjë. Kur një person e shikon që ka parazit, ka viruse brenda trupit, akoma në trupin e tij, duhet heqin gjërat me heq parazita, viruset, duhet marret kurkuma, gjëra domethënë bojaki të forta. Jo vetëm farat që thojnë farat e papajes, sepse ato nuk mjaftojnë, më duhen disa gjëra specifike që të pastrojnë parazitët, viruset, dhe ai trupi fillon të shëndoshet vetë, pastaj automatikisht. Disa persona thot nuk kanë viruse, nuk kanë parazite në trup, janë shumë të shëndetshëm, por çfarë mund të kenë? Mund të kenë hangër shumë brumra. Duke hangër shumë brumra është kthyer një pjesë e atij brumit në alkool, aciditet, dhe trupi ka filluar, domethënë, sidomos mëlçia, tamthi dhe veshkat janë gjëja e parë që marrin. Nuk kanë, nuk ecin, nuk mund të them më shumë, por domethënë që kanë bllokada bojaki të forta në trup. Thjesht edhe pse thonë nuk kemi pirë alkool, nuk pim dohan, nuk bëjmë asgjë, pse e kam këtë gjë? Sepse kanë hangër brumra. Secili person është edhe ndryshe. Dikush e përpunon brumin shumë mirë, dhe sheqerin. Dikush absolutisht, sepse ka lidhje me shpirtin tënd. Dhe shpirti, jo çdo shpirt është njësoj. Dhe disa persona e përpunojnë shumë mirë ushqimin, disa absolutisht, janë alergjik bile disa ushqimeve. Se ka lidhje vetëm me vetveten dhe me të kaluarën tënde. Po duhet i kthehen erëzave, çajrave, domethënë ka një checklist të madhe të cilat duhet të referohen kur flasim për pastrimin. Kur jap detox, kur jap un detox, unë jap të gjitha, i them personave shikoni, janë të gjitha variantet. Nga Ayurveda, nga mjekësia tradicionale kineze, nga Anthony William në Hawaii, ose nga ana gjermane Dr. Andreas Moritz. Dhe ju merrni më të mirën. Unë pa jap si recept, i them unë çfarë keni dëshirë të pastroni çdo gjë, por mia do të kishte qenë të bëni analizat përpara të gjakut, të shikoni çfarë keni mungesë. Nëse ke mungesë hekurit, duhet të marrësh hekur. Nuk ka lidhje thjesht me një detox që ti duhet hekurit të funksionojë, domethënë duhet të marrësh diçka ndoshta ekstra që të forcohesh sa më shpejt dhe në të njëjtën kohë të pastrohesh. Dietat janë të ndryshme. Dietat mund bëhen për të dobësuar, për diçka për detoksi duhet bëhet apostafat një herë minimum në vit, sidomos në pranverë, sepse aty është zgjimi i trupit dhe lëshojmë kollaj. Të lëshojmë metalet, të lëshojmë fluoridin, disa gjëra që i kemi marrë të pavëdijshme nëpërmjet pastës dhëmbëve, nëpërmjet parfumave, aluminin. Shumë veta nuk ja kanë idenë dhe i marrin gjërat me alumin akoma. Edhe kafe që ne i pim me ato taps janë me alumin. Dhe marrim 1% kafes, lëre plastiken që e kemi kudo. Në çdo shishe që pim, uji. Prandaj duhet domethënë të pastrojmë, ta heqim nga trupi jon. Dhe pasta e dhëmbëve me janë të projektuara enkas që të kenë lidhje me edhe me syrin e tretë ndoshta, pra që njeriu nëpërmjet të gjithë këtyre toksinave, elementeve të dëmshme mos të jetë vetvetja. Bllokohen shumë veta, për shembull prej aluminit dhe prej fluoridit dhe prej amalgamit. Disa edhe prej vaksinave. Prandaj duhet të bëhet një lavazh të gjithë vaksinave që kemi në trupin ton. Ka disa produkte si quercetin dhe shumë gjëra të ndryshme që i heqin domethënë zhivat e vaksinave, don pak a shumë 2 javë, janë vitamina. Vetëm vitamina bimore. Kuptohet futen në kapsula ose me erza, sido që të blehen, sepse nuk ka rëndësi se ku blehen ato, në çfarë do i vende që të jenë njerëzit. Ato i ndihmojnë shumë që të heqin këto metalet, do të bëhet 2 javë të forta dhe pastaj e shikon tjetri veten thotë wow, ka ndryshuar komplet trupi. Po për pastrimi zorës trash, e ke dëgjuar besoj enema kofi apo edhe procesi tjetër? Aty është shumë e rëndësishëm sepse shumica e gjërat që njerëzit që i pastrojnë bën një gabim gjigant dhe dhomi mbet në zorën e trash. Kush? Në zorën e trash duke bërë bira dhe më shumë. Zora jon ka bira që quhet liki. Dhe ato birat janë të krijuara nga parazitët, nga lloj gjërash, viruse që kemi pas gjatë viteve, kur kemi pas një grip ose kështu. Ose kur kemi ngrënë gjëra që kanë qenë gjallë, i thënë ne, si sushi ose peshk ose kështu.
Për të pastruar këto duhet bëhet pastrimi dhe pastaj të mbyllet me mikroorganizma, me probiotika. Ka duhet bërë, Duhet bërë edhe rigjenerimi masi kanë bërë pastrim të tjerët që ato të mbyllen. Prandaj duhet çdo gjë don kohën e vet, 2 javë është ajo, po 2 javë duhet edhe rigjenerimi të trupit. Dhe pastaj ndal ngadalë të hanë njëri normal. Dhe mos t'ia fusin sheqer direkt, sepse ato organizmat e themon jo të mirë brenda nesh ushqehen nga sheqeri. Dhe nganjëherë njerëzit bëjnë gabim kur janë të sëmurë me grip, bëjnë kulmin, shkojnë e hajnë sheqer. Gjërat ëmbla. I thon po ti duke e fry virusin, ai kënaqet, thot faleminderit, më jep sa më shumë sheqer. Më është krejt e kundërta se çfarë bën njerëzimi. Në vend që të marrim diçka vetëm të ngrohtë, supë, fruta natyrale me sheqer natyral, jo me këto sheqernat falso, sidomos i bardhi. Sheqeri i kanës është shumë i mirë. Stevia është shumë i shëndetshëm kundër qelizave kancerogjene, sepse është sheqer natyral i bimës, i gjetheve. Domethënë ka sheqerna që mund të marrën ndoshta ndryshe. Cylit, quhet edhe ai tjetër që vjen nga pema. Më të mira se sa sheqeri i bardhë. Çfarë problematike shikon aktualisht tek shqiptarët në lidhje edhe me shëndetin e tyre? Sheqerin është i tmerrshëm në Shqipëri. E dalloj domethënë çdo ëmbëlsirë që ne hajmë, edhe fryrja e bukës, një bukë shumë artificiale që ne kemi ndryshe ndoshta në Europë, në Austri, ne kemi me fara, kemi origjinal. Këto i fryn shumë millin e bardhë, që nuk i di se për nga vjen ai mill e para, por e shikoj që është shumë i fryrës për trupin. Okej, po për lidhje me emocionet, me ankthin, me depresionin, me këto gjendje të cilat janë shtuar edhe po shtohen dita ditës, që shumë shkojnë edhe marrin farmaci edhe vetë ato medikamentet antidepresante. Depresioni është i lidhur me zemrën, elementin e zjarrit, dhe ka diçka shumë të rëndësishme që ne duhet ruajmë se çfarë mishit ne hajmë. Në momentin që një kasap, i themon, ose ai person që mbyt kafshën, ajo kafsh e din që do të mbytet, i ka arë fundi, dhe nuk mbytet me respekt. Krijon frikë, ankth, panik, dhe lëshon në çdo qelis të veten. Dhe mishi që han ai person pastaj, kushdo që e han atë mish, është mish i lidhur me informacionin e frikës dhe të ankthit dhe panikut. Dhe shumë veta janë duke u shtuar në tokën më. Ata është një ndër faktorët. Mishi është një ndër faktorët më të mëdhenj të njerëzimit për sa i përket hormonave dhe emocioneve që janë duke u dhënë nga kafsha. Prandaj shumë e rëndësishme një kafsh që mbytet me dashuri. Në Austri kanë filluar të gjuajnë jashtë pa u futur brenda kafshën, domethënë gjuhet bam, si thënë me sniper, bile. Që ato mos ta dinë që janë duan që do të vinë fundi, sepse ai informacion nuk bën të vinë trupin, se nuk i bën mirë. Edhe kafshës, por edhe njeriu që e han atë mish. Unë ja këshilloj të gjithë njerëzimit të kthehen vegetarian, të hajnë sa më shumë nuk do ta pranojnë Amadea, është sigurt shumica e burrave shqiptar do thonë Amadea tani, e te prove. Çfarë do hajmë Amadea? Djath. Djathie, dele, shumë më shëndetshëm se sa djathi i lopës. Me çfarë do ta shoqërojmë? Me pilaf, me grosh. Grosha, domethënë, sidomos grosha në shqiptar është shumë e mirë, ka avokado dhe grosha janë në gjërat më kryesore për sa i përket proteinave dhe një yndyrë të shëndetshme. Një gjys avokado është më shumë se sa mishi. Nuk ka nevojë person, unë për shembull, unë jetoj mund të them, më bën 16 vite që sa ha mishin. Deri edhe peshku nuk e ha. Ti e di ritualin e shqiptarëve që fundjavët i kanë të drejtuara vetëm drejt bujtinave, drejt zonave agro-turistike, pra edhe mundësisht të theret pula tani që ta hajmë, të theret pula është i çik shpend, është i çik më i lehtë se sa mishi i viçit dhe sidomos mishi i derrit që është shumë gabim që hat, prandaj edhe nga ana unë kuptoj shumë mirë nga ana muslimanëve thonë nuk është mirë, sepse genet e denit ngjajnë shumë me njerëzimin, është sikur të hash një mish njeriu. Imagjino, po ti thosh njëri ha njeriu ti? Për këtë arsye prandaj derri nuk është i mirë dhe trupi nuk e përpunon trupi jon mishin e derrit. Po ato që kanë ëngër njerëz Amadea. Edhe një ata gjë, se jam se më qenë të hangër mish derrit. Ato ritualet satanike të cilat janë bërë fëmijët. Shumë gabim është, por njerëzimi ka kalu, ka bërë marrine. Prandaj janë këto gabimet njerëzore që toka më do t'i tregoj njerëzimit, hey, kështu nuk ecën. Sepse ne nuk kemi nevojë të hajmë mish e para, mund të hash një peshk, mund të hash një mish pule, ndoshta nëse për atë person thotë nuk mund të rri pa mish. Por mos ta egzagjerojmë. 2 herë në javë maksimumi, ose kur thua ti del një fundjavë dhe hajde hajmë.
nuk është e rëndësishme, nuk e ka të nevojshme trupi. Është thjesht psiqika njerëzore që kujton se e ka të nevojshme. Por tjerë që janë vegetarian, a kanë vdekur dhe jo. Janë më të shnetshëm, nuk smuren, nuk i kapin viruset si i kapin këto tjerë që kanë për shembull që hajnë mish. Dallo ndryshimi. Fëmijët që bëjnë çiçin ke brekut Amandea, ka ndonjë lidhje me Ka lidhje me frikën, me ankthin e pavetëdijshëm që është lidhur dhe ajo me veshkat. Përsërish veshkat shumë kryesore në shumë problematika që trajtuam Frika deri dhe tani. ankthi i pavetëdijshëm është komplet në veshkat. Dhe të njerëz fatkeqësisht që fëmijët e vegjël e shikoj edhe në vende të tjera, jo vetëm në Shqipëri, ku kanë parë traumat duke u grindur prindrit, duke u rrahur nganjëherë, ose një gjë jo të mirë në fëmijëri, ato akoma nuk kanë ditë ta përpunojnë atë çfarë kanë parë dhe e bëjnë natën. Disa fëmijë shikojnë dhe gjëra që nuk i shikojnë të mëdhenjt në dhomat e gjurmit të tyre, sidomos natën, A thua? sepse kanë syrin e tretë të hapur, ato intuitën. Deri në çfarë moshë është syri i tretë i hapur, le të themi? Fiksë gjithmonë minimumi deri në moshën 2 vjeçare. Okej. Aq më shumë që fëmijët flasin dhe tregojnë, që thëmë ato ka shokun e shoqen e padukshme nganjëherë. Po. Dhe nuk i besojnë prindrit, ato fillojnë dal ngadalë dhe e mbyllin automatikisht sepse kanë frikë të tregojnë. Disa kanë edhe frikë të shikojnë shpirtat. Sepse bota është boll me shpirta të mbushur, të humbur, i them shpirtat e humbur që kanë vdekur nga luftrat, nga aksidente dhe shumë gjëra që kanë ndodhur në planetin ton. Shohim fëmijët ëndra? Ëndra, Shikojnë origjinal, jo ëndra, po me sy hap. Ato i shikojnë natën, prandaj të merrohen, qajnë dhe prindit e shkret mundon të qetësojnë, andaj këtej i çojnë në disa persona të tjerë dhe ato nuk qetësohen, por duhet t'i japim mbrojtje fëmijëve, t'i mbrojmë dhe t'ia shpjegojmë që ajo çfarë ndodh është për këtë arsye të lajmë një dritë të vogël natën aty, që afër që mos të kenë frikë, sepse aty ku është drita nuk vijnë thonë shpirtat e humbur. Dy fytjet e fundit për para menopauzën, gratë të cilat janë në këtë periudhë. U kam lexuar sërish që Tao pra të gjithë ata të cilët e kanë praktikuar, e kanë dijen e Taos, e kanë menaxhuar shumë herë më lehtë sesa të tjerë të cilët nuk dinë. Kështu që në këtë aspekt si do t'i ndihmonim ndoshta gratë menstruacionet përdorur dikur vetëm për të bërë fëmijë. Po. Sidomos dikur femrat i kanë ditë këtë sekret, jo vetëm nga ana e Taos, por edhe nga ana tjetër, edhe nga ana e Europës. Ne kemi libra në Europë që tregojnë sekretet femrore, që të heqësh mykun aty të femrave. Dhe femrat kur kanë pas dëshirë të lindin fëmijë, kanë ardhur menstruacionet. Kur s'kan pas nevojë, s'kan pas menstruacione. Është shumë interesante. Domethënë kanë ditë të menaxhojnë hormonet, sistemin hormonal. Wow. Dhe menopauza mund të nuk është e nevojshme të jetë kaq herët, sepse nuk i bën mirë femrave. Aq më gjatë që ne kemi domethënë menstruacionet tona, aq më mirë është për hormonet tona, për rigjenerimin e femrës. Dhe mund të pim shumë çajin e sherabelës. Është dorë me një për femrat, ju këshilloj që kanë menopauzë, që ta zgjasë dhe mos ta kenë të rënd menopauzën. Dhe sidomos nga ana dhe emocionale, se kap zemrën shumë femrave, dhe nuk ka nevojë, ato mund të kenë menstruacione deri në moshën 60 vjeçe. Kjo është ideale, po vitet e fundit po reduktohet, po shkurtohet, si thua është numri, po i prek gjithnjë më herët vajzat. Sepse kjo është stresi. Kjo periudha para e menopauzës e cila trupi pson shumë ndryshime hormonale, psiqike dhe vajzat duhet ta menaxhojnë. Pra flitet goxha, por ndihmat, si më thua konkret, të marrin më shumë çaj sherebile, për ato që kanë edhe dhimbje barku poshtë femrave, dhe të vënë diçka të ngrohtë, t'i japin dashuri vetes. Masazhi korthizës, pra rituali. Ajo ndihmon në drejtim thonë të kundërta krepave të orës. Okej. Të japësh masazh korthizësh, por dhe kuptohet, unë mendoj që t'i japësh dhe dashuri vetes. Me prekje, si dashuri. Jo, t'ja për si ta përqafosh vetëm duart poshtë barkut, të thuash vetvetes, çdo gjë ka që dhe mund pastrohem aty. Domethënë dhe mund të përdorni kush ka dhimbje shumë të forta nga femrat, sidomos vajzat e reja që nuk janë mësuar akoma me dhimbjet e menstruacioneve, të vendosin vajricini poshtë natën dhe sa shikon që janë duke ardhur menstruacionet, vajricini ta mbushin aty poshtë, ta vënë diçka të ngrohtë, me një nap dhe një diçka të ngrohtë. Dhe nuk i kanë dhimbjet më, i pastrohet ajo pjesë. Është shumë interesante. Pinë dhe thash dhe qik çaj, edhe kalojnë shumë më kollaj. Okej. Po duhet ta duan vajzat brenda vetes që t'i zgjatet kjo periudhë, besoj, që mos të mbyllet cikli herët. Mos të mbyllet dhe që disi është puna njeriu, kemi vënë re që shumë gra janë duke u bërë nëna me 50 vjeç tani, që dikur kanë thënë, "Ua, çuçja kjo është turp."
ose nuk është e mundshme nga ana mjekësore. E rrallë, ë? Është shumë e rrallë. E rrallë është kjo, por shtohet dita ditës numri vajzave shumë të reja që nuk po bëjnë fëmijë mandej 30 vjeç edhe Mu më vinë goca që janë mbi 40 sa vjeç dhe thonë kam dëshirë të bëhem nan. Dhe i them çdo që është e mundshme. Si? Dhe unë kam pas vetë, domethënë persona që kanë arritur nga Anglia, Belgjika, disa persona bile kanë pas të pamundshme të mbesin shtatzën, sepse mjekët i thoshin nuk ke shumë vezore, hormonet janë nuk i ke stabil. Dhe thosha, okay, merrni një ushqim tjetër, përdorni diçka gjëra vitamina pluse, i themun që të forcosh vetveten. Ndoshta kjo duhet konsult direkt apo jo? Duhet konsult, kuptohet. Dhe dëshira që gratë të kenë që dua të bëhem nën. Ka ardhur ai momenti i bukur dhe ta ndjejnë atë dashuri lidhen me atë bebe që dëshiron të vijë nëpërmjet trupit të tyre dhe pastaj besin gratë. Duhet ndjesia maksimale që në kontaktin fizik apo jo? Duhet të dëshirohet jo, është dashuria nënës. Është sidomos nëna shumë e rëndësishme, kuptohet dhe babi, por nëna lun rol shumë të rëndësishëm për dashurinë e bebes, kur është e qetë, është më entuziazëm, prandaj duhet shpeshherë çiftet shkojnë në përpushime, që t'in qetësi, mos mendojnë se çfarë duke ndodhur në shtëpi, çfarë puna, jo pare, jo ajo. Jo, ti partneri dhe bebi janë gjërat më rëndësishme. E mbyllim me aktin tantrik, tantra. Më trego pak një herë ose për këtë ritualin e fundit dua ta mbyllim sërish sepse ne vim nga dashuria në jetë dhe do shkojmë prapë ke dashuria apo jo. Duhet të ruhemi shumë në Europë dhe në të gjithë botën, sepse janë shpërndar disa rituale që nuk kanë lidhje hiç me këto ritualet e lashta të budizmit që janë krijuar, bile një aspekt, sepse nuk është thjesht budizëm, ato janë edhe nga hinduizmi, edhe taoizmi dhe janë krijuar me shumë shekuj përpara. Ato janë mbi 5 deri në 7000 vite minimum të lashta. Dhe kanë ditur që dashuria, akti i dashurisë është një akt që rigjeneron sidomos kur është hëna e re dhe hëna plot. Dhe fëmijët që vinë nëpërmjet atij akti për persona që duan të bëjnë dhe fëmijë. Ja një tjetër element, Vinë komplet ndryshe me një fuqi energjike, një shëndet dhe janë ato mbretërit. Mbretërit e kanë ditë kur do të bëhet akti. Nuk kanë bërë ditë për ditë si i bën njerëzit këtu tek ne që harxojnë energji nëpërmjet aktit seksual. Ato akumulojnë, kanë ditë akumulojnë dhe kur kanë shpërthyer vetëm jashtë, i themun, shpërthejnë brenda me një ekstaz energjetike që përmbush gjithë trupin tënd dhe ndriçon trupin ton. Ndriçon domethënë jep më shumë dritë vetvetes dhe partnerit që ke përballë. Dash femër, dash mashkull. Okej, mirë. E mbyllim. Ke diçka tjetër për të shtuar, ndoshta një këshill të fundit për ato që na dëgjojnë? Çfarë do t'i rekomandosh në fund fare para se të ndajmë se do takojmë sërish kur të vish herës tjetër? Që të plotsojmë mungesat e jetës tonë duke i kthyer në dashuri ndaj vetvetes. Dhe në momentin që ne jemi të plotësuar, e shikojmë që bota dhe çdo njeri tjetër jashtë nesh është dhe ai dashuri dhe ajo dashuri. Dhe marrim jetën me qetësi. Çfarëdo që të mendojnë të tjerët, çfarëdo që të ndodhë në të ardhmen, jemi më stabil, më të tokëzuar dhe e kuptojmë që çdo gjë ka qëllimin e vet. Je paqe totale. Faleminderit për ftesën dhe për ty për dashurinë tënde. Faleminderit shumë. Mikë Radio Tiranës, besoj dhe ju jeni kënaqur. Mirë, do të dëgjojmë të martën e ardhshme nga Almira i vjen përshëndetja fundit.